Valbona Mhilli, ish banore e edicionit të 4 të Big Brother VIP, ishte së fundmi e ftuar në rubrikën Mos i bjerë me top në emisionin E Diell. Gjatë intervistës me moderatorin Ronaldo Sharka, ajo reagoi ndaj një deklarate të opinionistit Arber Hajdari, i cili në një intervistë për Ftesë në 5 e quajti atë si banorja më pak inteligjente e këtij edicioni. Valbona e konsideroi këtë koment të pavend, duke thënë se Arbri nuk e ka lënë ende pas eksperiencën e Big Brother dhe se duket sikur e jeton atë rol. Ajo u shpreh se nuk është dakord me këtë etiketim pasi qëndrimi i saj për mbi 3 muaj në shtëpi është dëshmi se nuk ishte një lojtare dobët apo pa inteligjencë. Sipas saj, Arbri nuk ka qenë mirë në ato momente dhe shtoi me ironi se ai nuk arriti të kuptonte se si duhej trajtuar një vajzë brenda shtëpisë, duke nënkuptuar se edhe jashtë ndoshta nuk ka qartësi. Ajo e mbylli me një notë humori duke thënë se Arbri është një figurë që gjithmonë krijon reagime dhe se komentet e tij post Big Brother duhen marrë me rezerva, por edhe me shumë sportivitet.